3 djemë i solli në jetë një nën nga Gjilani në minutat e parë të vitit 2026. Lindja u krye në klinikën e ginekologjisë dhe obstetrikës në qendrën klinike universitare të Kosovës. Nënën e trenjakëve pak minuta pas mesnate e ka vizituar kryeministrin në detyrë Albin Kurti, i shoqëruar nga ministri në detyrë i shëndetësisë Arben Vitia dhe drejtori i shërbimit spitalor klinik dhe universitar Elvira Zizi. Ata u pretën nga stafi mjekësor i klinikës. Vizituam edhe zonjën e cila është bërë nën për herë të parë, por njëkohësisht është edhe lindja e parë në vitin 2026. E uruam, i dëshiruam shëndet dhe kishte një rrethon shumë të veçantë, me qenë se ka lindur trenjak, ka lindur 3 djemë, 3 foshnje të gjinisë mashkullore. Sipas doktorit Nasera Funa, lindja është realizuar pa komplikime, ndërsa nëna dhe foshnjat janë në gjendje stabile shëndetësore dhe po mbahen në monitorim të vazhdueshëm. Është bë nën për herë të parë pas një infertiliteti 8 vjeçar. Domethënë nuk ka pas fëmijë 8 vite, tash është lindja e parë, edhe është lindje trenjake. Lindja ka shku mirë, nëna është mirë, në disponim të mirë, shpresojmë që edhe matutje me qenë nëna në gjendje të mirë edhe fëmijët. Në QKK është bëreditur se shërbimet shëndetësore kanë funksionuar pa ndërprerje edhe gjatë festës së vitit të ri.